Niqabi, mburimi i fytyrës, është një sunet. Por zbatimi i këtij suneti çon problematika si për motrën që e vendos niqabin, po edhe për njerëzit dhe për shoqërinë dhe për gjithçka. Për këtë arsye, në këto raste preferohet që suneti mos zbatohet për shkak të dëmeve që sjell në jetë, vështirësimit jetës, punës dhe traumave që i shkaktojnë motrës, njerëzit, shoqëria, krijimi një imazhi jo të saktë mbi fen apo mbi Islamin, atëherë është mirë që ky sunet mos. Mendoj çfarë logjika ose duhet të ngrenë Islamin duke shkelur kufit e Islamit. Vallë çfarë Islami do ngrenë me këta ata? Shikoni vëllezër të kësaj dite. Shumë njerëz mendojnë që po t'i binden urdhave të Allahut nga fillimi deri në fund, kjo do ta çojë Islamin në shkatërrim. Prandaj ata çfarë thonë? Ata thonë zbatimi i urdhave të Allahut është fitnë. Domethënë nuk ka për dalë e vërteta në shesh, do mbi zotëroje kota dhe nuk ka asnjë lloj dobie që njerëzit ta zbatojnë të vërtetën. Kështu këta hesin gjithmonë me këtë mendim. Këta thonë në veprat e tyre, po të zbatosh urdhët e Allahut, nuk ka fitore, nuk ka sukses. Ndërsa nëse kundërshton urdhët e Allahut, do marrësh dhe fitore dhe suksesin, prandaj ata i bëjnë dredha urdhëve të Allahut. Ndashën çështjet e tyre të dunjas, në ndashën çështjet e ahiretit. Dhanantum dhanna as-saw, dhe menduat ju një mendim keq, domethënë që ky mendim që kishte ju është mendim shumë i keq. Po kuntum qawman burra. Edhe ishte një popull, thotë Allah më dhur burra në gjuhën arabe. Disa dietar kanë thënë do të thotë ishin burra të qinj, ishin njerëz të qinj. Kurse disa dietar që tregojnë që kjo është gjuhë kurajshve thonë komën burra ishin njerëz kot. Ishin njerëz kot. Edhe kështu e munafik, ja rrep koti. Munafikët ja rrep koti. Njerëz pa vlerë, njerëz të ulët që nuk kanë asnjë lloj morali. Aty duket që besimtari vërtet, ai i cili e mbron vërtetën deri në fund. Ndërsa ai person i cili përdor dy standarde, ditën jam me ty dhe natën jam me tjetrin, ai vetëm se ka thirrur kundër vetes tij dhe u ka thënë për vetë, u ka thënë njerëzve që ai është munafik. Jo ditën del dhe u thu njerëzve unë jam me këta, edhe xhamati është me këta, edhe populli është me këta, kurse natën firmos kundër këtyre. Këto hipokrizia nuk i do Allah subhanahu wa ta'ala. E mbase mund të gjesh disa njerëz që janë asbetas me këta, janë në një palë të tretë, edhe hiqin sigur janë me këta, edhe sigur janë me këta, edhe sigur janë me ca të tretë. Zot na ruaj nga peshohet e shumta që përdorin munafiqët në veprimet e tyre që bëjnë. Ata persona të cilët mendojnë se Islami do ngrihet lart duke shkelur në drazët kalbë, duke shkelur kufit e Allahut. Mendojnë çfarë logjike o vëllezër duhen të ngrenë Islamin duke shkelur kufit e Islamit. Vallë çfarë Islami do ngrenë me këta ata? Cilin Islam do ngrenë? Kur Islami po e shkelin me zbatimin e tyre që nuk po e zbatojnë. Atëherë këtu nuk flitet për ngritjen e Islamit, por flitet për diçka tjetër, ose për ngritjen e diçka tjetër që atë e merr vesh vetë ai që e ka.